judges of the specialist chambers have never been subject to any outside interference or influence in the performance of our duties. Kur në prill të vitit 2021, trupa e gjykatësve në gjykatën e apelit në speciale e përbërë nga Michel Picard, Kai Ambos dhe Nina Jorgensen, refuzoi lirimin nga paraburgimit të ish-presidentit Hashim Thaçi, një nga këta të tre pati një vështrim ndryshe. Gjyqtari Kai Ambos shprehu ndarës dhe publikisht mendimin se gatishmëria e shtetit të tretë që të pranojë dhe të mbikëqyrë një të akuzuar, në këtë rast zotin Thaçi, mund të përbëjë një ofertë të rëndësishme ndoshta vendimtare për lirim me kushte. Ky akt I gjyqtarit Ambos nuk kaloi lehtë nga kthjetrat e Ekaterina Trendafilovës. My name is Ekaterina Trendafilova. Ambos u përjashtua nga paneli në gjykatën e apelit, duke u zaventësuar me një tjetër, gjyqtarin Emilio Gatti, e që më pas vendimet do të rezultonin unanime kundër mbrojtjes në parashtresat e tjera. Më këtë, Trendafilova dëshmoi se I tërë zinxhiri në speciale është I varur dhe indikuar nga brenda nga dora e Trendafilovës, ndërkaq vetë ajo e kapur nga brenda dhe nga politika e diplomacia jashtë. Mbrojtja e cilësoi këtë veprim të Trendafilovës si shkelje të ligjit, ndërhyrje brutale në pavarësinë e gjyqtarëve dhe shkelje e të drejtave të të akuzuar për gjykim të drejtë të pavarur. Avokatët e Thaçit kërkuan heqjen e gjyqtarit Emilio Gatti dhe që vendimin për një panel tjetër ta marrë zëvendëskryetari I gjykatës dhe jo Trendafilova. Kjo përpjekje ishte e kotë sepse dora e hekur të kryetares së speciales përmbysi çdo kërkesë të mbrojtjes dhe gjithçka do të vazhdonte të shkonte siç dëshironte ajo. Se Ekaterina Trendafilova ndikohej brenda nga Jack Smith dhe jashtë nga politika dhe diplomacia evropiane, e më pas ajo ndikonte të gjyqtarët, e dëshmon edhe një takim I dhjetorit të vitit 2020 mes Trendafilovës dhe prokurorit Jack Smith me ambasadorët e Bashkimit Evropian. Ky takim, që nuk do të ishte raportimi vetëm I speciales para burokracisë evropiane, dëshmoi po ashtu se për aq kohë sa shërbeu në speciale, ish prokurori Jack Smith e dirigjonte plotësisht kryetaren Trendafilova. Në një proces verbal të atij takimi që e ka publikuar për herë të parë Vox Kosova, Trendafilova ishte pyetur për momentin kur avokati I Thaçit kërkoi sqarim pse nuk ka flamur të Kosovës në sallë. This Kosovo court. I say Kosovo court, but looking around I see nothing of Kosovo in it, may I say. There's no emblem here from Kosovo. I don't know why not. Trendafilova do ta quante këtë si provokim ndaj gjyqtarit për të krijuar një debat politik. Paramendojeni, flamuri I Kosovës përbën provokim në institucionin që Kosova vetë themeloi. Nga proces verbali kuptohet se ajo ndikon fort të sjellja e gjyqtarëve edhe pse kjo gjë është ndaluar me vetë rregullor në punën e gjykatës speciale. Gjyqtari paraprak ishte I sjellshëm dhe I respektueshëm me të, diçka që nuk do të ndodhë në raste të tjera nëse ngrihet sërish, thoshte Trendafilova në takim. Nëse gjyqtarët janë të pavarur në punën e tyre, nga e dinte Trendafilova si do të vepronte në të ardhmen gjyqtari. Pse duhet ajo t'i tregojë gjyqtarit se si të sillet me avokatin, dhe pse duhet të jap deklarata se si duhet veprojë gjyqtari në prezencë të diplomatëve dhe ish-prokurorit Jack Smith, I cili ishte një nga palët në proces e jo antari I zyrës së Trendafilovës. Nga ky takim, ajo tregoi se raportet e saj me ish-prokurorin Jack Smith ishin teje të afërta dhe se në një mënyrë ajo dirigjohej nga ai. Aty, Trendafilova po e diskutonte fatin e 4 krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës me përfaqësues politik të vendeve të Evropës. Kryetaria speciales ju thot ambasadorëve se Jack Smith I ka thënë se do të prezantojë arsyet se pse Thaçi nuk duhet të lirohet nga paraburgimi. E tmerrshme. Një vendim që është punë gjyqtare është pavarur, Trendafilova e diskuton me një kast diplomatësh dhe ndikuar totalisht nga fjalët e prokurorit Jack Smith. Prokurori aty ishte vetëm palë në një proces sikurse mbrojtja, dhe pse duhet të jetë vetëm ai në atë takim? Pse nuk ishte edhe mbrojtja prezente si palë tjetër? Si të ishte një notere, Trendafilova rri e heshtur kur në këtë takim prokurori Jack Smith fliste me bindje pa filluar procesi se krerët e UÇK-s do të dënoheshin me burgim të përjetshëm. Nga proces verbali nuk del që ajo të ketë reaguar edhe për sulmet që Smith u bënte mbrojtjeve, duke I akuzuar që donin të zvarritej procesi dhe kështu të mundsohej mbrojtja në liri. Koha do të tregonte se procesi do të zvarritej jashtë çdo standardi ndërkombëtar nga vetë prokuroria dhe më pas nga paneli I gjyqtarëve. Mr. Court Officer, please call the case. Dhe për këto vonesa që rëndojnë fort mbi jetën e 4 krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Trendafilova nuk foli kurrë. Nuk foli kurrë për një proces ekstremisht jo transparent për publikun. Nuk foli kurrë për shqetësimet serioze të mbrojtjes për një proces të devijuar
që nuk verifikon provat nga Serbia, që kriminalizon krejtu që kanë, një proces ku gjyqtarët në vend se të sfidojnë prokurorin, tentojnë të gjejnë fjali fajsuese për të akuzuarit dhe shpenzojnë më shumë kohë se vetëm mbrojtja. Kur kryetari i institucionit në vend se të jetë garantuese pavarësisë së gjykatës, shfaqet e ndikuar nga politika dhe interesat e jashtme, e më pas përdor autoritetin e saj për të marrë vendime që cënojnë të drejtat e të akuzuarve dhe për të ndërtuar një sistem pengesash kundër mbrojtjes, atëherë pyetja që mbetet është thjesht: çfarë drejtësie është kjo?